Lagja numër 3, një nga zonat më të populluara të Kukësit, ka mungesë të theksuar infrastrukture. Rrugëve përveç se të dëmtuara dhe me gropa, gjatë orëve të mbrëmjes u mungon edhe ndriçimi. Të revoltuar banorët thonë se kanë shumë të vështirë të qarkullojnë si në kohë me shi dhe me diell, pasi prej të paktën 20 vjetësh nuk është ndërhyrë për rehabilitimin e tyre. Kjo rruga mes i qytetit tjetë në këtë gjendje katastrofike, kjo nuk di çfarë më thonë. Kërkush nuk është të vënë dorë. Po, kjo është turpa, me thonë drejtë. Kjo lovesh me konë tonë me disë qytetit të Kukësit. Vinë nxënësit kur është shijet borë, do me ardhë me shisme, se mushet me ujë kjo, sa ati ama naltë. Këtu ama poshtë, edhe mushet vetëm me shizme peshkimi. Rreth një vit më parë, Bashkia e Kukësit ndërhyri në disa lagje të qytetit për sistemimin e rrugëve të brendshme, por pa ushtrirë investimi në lagjet numër 3, 7, lagjen e re dhe Bosh që ende sot janë të pa asfaltuara dhe pa ndriçim.